një fjalë të një sahabijut, i cili e ka thonë djalit vet para se me ndrujt, ka thonë: "O djali jam, dije mirë një sen, nuk e me shiju ëmbëlsirën e imanit përderisa nuk bash rat, aja që ka goditur ta pranosh. Aja që nuk ka goditur, ti je i bindur se s'ka pas më të goditur." Shumë sfidë e madhe për ne. Unë nisi për të vetë ime. Edhe kam çef diçka për shembull, mos më ndodh, ka ndodhur anis mos kishte ndodhur. Sikur se shpirti nuk ka rat, ka mangësi. Andaj nuk e shijojmë, se neve na duket ajo që na do. Jo, ne themi Zoti që ka thonë, nëse është rahatia këtu, edhe pse ti nuk e ndjen, ti dush me luftu dhe marr vap, më përpiq, derisa të vere të rahatosh me ata, se Zoti nuk cakton për ty vetëm shkash në favorin tan. S'mund Zoti me caktu diçka çao dëmshëm. Sikur se mjeku të hap ilaçin mbi cilinin të dhën ty e hidh, fishtish e bindur me vazhdimin e kohës, dhe nëse ti e ban ata, si thonë ajo, terapien, Allahu ta shpërblet, e di se mas disa ditëve kemi ndje vetëm më rahat, më komod. Mashallah, u ktheve dhe u bole stabil. Në të kundërtën, nuk e ma terapien, nuk bash rahat.